Dija e besimtarit shfaqet në veprat e tij. Kjo thënie e fuqishme thekson rëndësinë e zbatimit praktik të dijes në jetën e një besimtari, duke na kujtuar se dija e vërtet nuk mbetet vetëm në mendje, por reflektohet domosdoshmërisht në vepra. Për të mbështetur shpjegimin e kësaj thënie, le t'i drejtohemi Kuranit. Allahu në suren Ali Imran, ajeti 110, thot: Ju jeni populli më i mirë që është nxjerrë për njerëzimin. Urdhëroni për të mirën, ndaloni nga e keqja dhe besoni në Allahun. Ky ajet nënvizon se besimtarët nuk mjafton vetëm të kenë dije, por duhet ta vënë atë në veprim, duke urdhëruar të mirën dhe duke ndaluar të keqen. Ai thekson aspektin praktik të dijes dhe përgjegjësinë e besimtarit për ta zbatuar atë në jetën e përditshme. Një tjetër ajet që e përforcon domethënien e kësaj thënie gjendet në surën Maide në ajetin 35, ku Allahu thot: O ju që keni besuar, kini frikë Allahun, kërkoni afrimin tek ai dhe përpiquni në rrugën e tij që të shpëtoni. Ky ajet i nxit besimtarët të kenë frikë Allahun, të kërkojnë afërsinë e tij dhe të veprojnë me përkushtim në rrugën e tij. Ai thekson domosdoshmërinë e veprimit mbi bazën e dijes dhe përpjekjen e vazhdueshme drejt drejtësisë dhe devotshmërisë. Kjo thënie e Imam Aliut na kujton se dija e vërtet nuk kufizohet vetëm në kuptimin intelektual apo në grumbullimin e informacionit. Përkundrazi, ajo merr kuptim të plotë vetëm kur zbatohet në jetën tonë të përditshme. Pikërisht, përmes veprave tona, dija bëhet e dukshme dhe e gjallë. Kur një besimtar posedon dije, ai ka detyrimin moral dhe shpirtëror ta shndrojë atë dije në veprim. Për shembull, nëse dikush e di rëndësinë e namazit, nuk mjafton vetëm ta njohë teorikisht vlerën e tij, por duhet ta falë atë me përkushtim dhe sinqeritet. Po ashtu, nëse një besimtar ka dije për rëndësinë e mirësisë dhe dëmshurisë, ai duhet t'i shfaqë këto cilësi në marrëdhëniet me të tjerët. Pasojat e neglizhimit të zbatimit praktik të dijes i janë të rënda. Ato mund të çojnë në hipokrizi, ku veprat e njeriut bien ndesh me dijen dhe besimin e tij. Allahu paralajmëron për këtë në suren Ali Imran në ajetin 167, ku thot: Ata thonë me gojët e tyre atë që nuk e kanë në zemrat e tyre. Ky ajet tregon rrezikun e të pasurit dije pa vepruar sipas saj, pasi kjo e dëmton sinqeritetin e besimit. Në anën tjetër, kur një besimtar e zbaton dijen e tij në vepra, kjo sjell rritje shpirtërore dhe zhvillim të vazhdueshëm. Veprat e tij bëhen shkak për t'u afruar më shumë tek Allahu dhe për të fituar kënaqësinë e tij. Siç thot Allahu në suren El Bekare, ajeti 277. Vërtet, ata që besojnë bëjnë vepra të mira, falin namazin dhe japin zakatin, kanë shpërblimin e tyre te Zoti i tyre. Për ta nuk ka frikë dhe as nuk do të pikëllohen. Në përfundim, thënia e Imam Aliut na mëson se dija e vërtet nuk është vetëm njohje teorike, por veprimi gjallë dhe i vazhdueshëm. Vetëm përmes zbatimit praktik të dijes, besimi ynë bëhet i sinqert dhe i plot. Le të përpiqemi ta jetojmë dijen tonë në çdo veprim, duke synuar të jemi besimtar më të mirë dhe të afrohemi gjithnjë e më shumë tek Allahu. Allahu na dhën urtësi dhe forcë për ta zbatuar dijen në veprat tona edhe i pranoft përpjekjet tona.